Autoriteti i Mediave Audiovizive, Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare, Policia e Shtetit dhe Drejtoria e Tatimeve pritet të formalizojnë brenda 30 ditëve një memorandum bashkëpunimi për krijimin e një task force të përbashkët kundër piraterisë digjitale. Kuvendi ka kërkuar që në këtë mekanizëm të përfshihen edhe institucionet e drejtësisë, duke vlerësuar se lufta kundër këtij fenomeni kërkon koordinim më të gjerë ndërinstitucional. Kryeji i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Tauland Balla u shpreh se mbetet në vlerësimin e SPAK-ut për fshirja e tij në këtë proces, ndërsa theksoi se prokuria e përgjithshme duhet të marrë një rol aktiv në koordinimin e ndjekjes penale për rastet e piraterisë. Pirateria sot nuk kufizohet me të njëjtin sinjal televiziv i marrë pa autorizim apo me një faqe internetit pa lishme. Ajo operon përmes platformave streaming, përmes IPTV-ve pirate që vjedhin sinjalin e operatorëve të ndershëm dhe shesin ato për përfitime të vetat. Serveret vendosur jashtë jurisdiksionit ton kombëtar. Lufta kundër këtij fenomeni kërkon shumë më tepër se sa ndërhyrje ligjore dhe kërkon, për këtë jemi mbledhur, dhe institucione të koordinuara me njëra tjetrën, jo vetëm dy institucione që kam në krah, por edhe institucionet e prokurisë, institucionet e policisë shtetit dhe institucionet të tjera të përfshira në këtë luftë të përbashkët. Kryetaria e AMOS, Armila Krasniqi, e cilësoi piraterinë digjitale, një fenomen të organizuar që shkon përtej kopimit palishëm të përmbajtjes, duke theksuar se ajo përbën një kërcënim serioz për tregun audioviziv dhe për konkurrencë të ndershme. Përbën një kërcënim të drejtë për funksionimin e tregut audioviziv, për cënimin e subjekteve të lishëm, për dëmin real të tyre. Megjithatë, këto mundësi për ta zhvilluar këtë aktivitet të palishëm, pirateria televizive dëmton operatorët që investojnë në mënyrë të lishme në përmbajtje cilësore, cënon konkurrencën e ndershme, ul stimujt për të bërë investime të reja, kufizon zhvillimin e industrisë kryese dhe në fund të fundit dëmton edhe vetë publikun, i cili në fakt ekspozohet ndaj produkteve me një cilësi të ulët, pa garanci sigurie dhe shpeshherë shoqëruar me rreziqe kibernetike. Kryetari i AKEP, Gentian Sula, theksoi nevojën për përforcimin e masave administrative dhe ndërtimin e këtij sistemi të qëndrueshëm ndërinstitucional që nuk kufizohet vetëm te identiteti i shkelësve, por synon një reagim të koordinuar dhe efektiv. Unë do të thosha që përvoja e vendeve të Bashkimit Evropian, veçanërisht modeli italian, tregon se rezultatet më efektive arrihen kur masat ligjore, teknologjike dhe bashkëpunimi institucional funksionojnë në mënyrë të integruar. Edhe Shqipëria mendoj se duhet të synojë ndërtimin e një sistemi të koordinuar dhe të integruar për të garantuar reagimin më të shpejtë tek pirateria. Në diskutimet e kuvendit u theksua gjithashtu nevoja për një sistem të shpejtë ndërhyrje në rastet e transmetimeve pirate, veçanërisht për evente sportive të mëdha, ku dëmet ekonomike janë të menjëhershme dhe të konsiderueshme.